dhe ja ku jemi bashkë, dashur me të emisionit Familja Jonë, në intron time I paralajmërova të gjitha materialet të cilat bashkë me stafin ton kemi përgatitur për 2 orë sa jemi bashkë. Tashmë ata që na ndjekin çdo herë din që çdo të diel nga ora 16 deri në ora 18 jemi bashkë me të ftuar të shumtë e me materiale të shumta nga tereni për të munduar të përthekojmë komplet kërkesat edhe ato që na kërkohet të trajtojmë përmes emisionit Familja Jonë, tema të ndryshme e hallet të ndryshme ku mundohemi të përgjigjemi secilit përmes ekspertëve të fushave të ndryshme, përmes burimeve të sigurta dhe jo përmes internetit e përkthimeve të ndryshme të cilat janë të dorës së tretë, katërte që shpesh janë burime të pabesueshme. Unë thash që në pjesën e parë sot në emision do të flasim së bashku me ortopedin dhe traumatologun doktor Arjan Bujupi për frakturat më të shpeshta të fëmijëve dhe të rriturit, një temë e ndishme, aktuale, sidomos tek ajo mosha e fëmijëve në kohën kur janë duke u rritur, ata që mirën me sport, e shumë faktorë të tjerë të cilët do t'i ndajmë së bashku me doktorin, ngadalë për të gjitha llojet e frakturave. Tash në studio me mua është edhe doktor Arjani, i cili ne kam studio. Mirë se erdhe doktor Arjan. Faleminderit. Shumë kënaqësi me të pas studio. Faleminderit Saranda, faleminderit që më ke ftu, po të përgëzoj për emisionin që është sa do pak munden që njerëz mu informu edhe munden me marrë të disa këshilla që unë sot mundem I jep në këtë emision. Doktor Arjan, do doja të ndalesha shumë shkurt për respekt ndaj audiencës dhe atyre që na ndjekin çdo herë, janë shikus tonë besnik, të ndaja shkurt një histori të shkurt por simpatike. Doktor Arjani me vite ka jetuar, vepruar, ka ushtruar detyrën e tij si mjek në Gjermani, e më në fund ka vendosur që së bashku me bashkëshortet dhe fëmijët të kthehet në Kosovë dhe detyrën e tij ta ushtroi në Kosovë tek bashkëdhëtarët e tij si ortoped. Kështu që na uroj mirëseardhje dyfish edhe në vend edhe në studio. Faleminderit shumë, po është e vërtetë edhe pse unë do në studimet I kom kry këtu në Kosovë, në Prishtinë, mirë po mundësia ke qashtu që na vendosëm me vazhdu profesionin tonë në Gjermani. Është një fat që unë kom mujt me shku atje dhe me marrë një specializim që sa do pak ka një eksperiencë, një ekspertizë më të madhe në këtë fushë. Sot gjindem këtu, e kom bo me shumë kënaqësi kthimin, ndihna krenar për ato që vendimi për mu këty nuk ka qenë shumë I lehtë, tu e pas parasysh që vendi ku kam qenë Gjermania, dhe më thonë ka pas gjithmonë nevojë për neve, mirë po dëshira ka qenë shumë e madhe që unë sot me qenë edhe me marrë këtë vendim. Vendimi nuk e ku marrë këtë vetë, kemi marrur bashkë me këtë familjen, jemi këty edhe po dojmë qatë eksperiencë sa do që... Ma sa viteve, doktor Arjan? Kjo, do më thënë, është tamën 15 vite kom ndajt dhe kom punu në Gjermani, një fillim që është kry specializimi, si ortoped dhe si quhet atje, unë falë chirurg në Kosovë, traumatolog, dhe kam pas një periudhë kohore si specialist I ortopedis atje ku e ku mushtru këtë profesion me shumë kënaqësi, mirë po dhe me ma shumë kënaqësi këtë përvojë që e ku mbledh atje, jam I gatshëm me transferu në vendin tim që ka qenë gjithmonë ëndra janë që me u kthy edhe me dhonë këtë ekspertizë që e ku marrë atje në vendin ta. Në vendin ta. Më duhet me theksu një citim që para se të fillonim nxjerimin, e tha doktor Arjani, unë kom shku gjithmonë me mendimin që kam me u kthy me një përvojë të mirë dhe e mbajtë premtimin. Ata që të njohin familja jote, po edhe pacientat e din tash janë krenarë që doktor Arjani e mbajti premtimin, I ke 15 vite, more një eksperiencë mirë, more një frymë ndryshe të punës, shprehisë së punës çdo çetër dhe u ktheve në vend për të kontribuar te pacientët kosovarë, kështu që të përgëzoj shumë doktor Arjan. Faleminderit shumë, këto e bëj me plot kënaqësi. Ëndra gjithmonë ka qenë që mu këty këtu, ndoshta nuk ka qenë 15 vite, ka qenë shumë më e shkurtë e planiruar kjo kohë që unë me shku me kry këtë specializim sa është mirë po tu zgjat, edhe në një pikë ku morëm vendim gjithë si familje që është koha ose atje ose këtu, dhe jom shumë I kënaqur që vendimi ka qenë ashtu që unanim që të gjithë po dojmë mu kthy.
edhe tash jemi këtu, tash do t'jem prezent edhe do të provoj me që ato pak sa kom su me ardhë, me punu edhe me tentu me pru diqka. Me fol shqip. Ma ndrysh, me fol shqip edhe me mujt me fol shqip që është mas mirë. Bravo. Doktor, unë e thashë në fillim të emisioni që do të flasim për frakturat edhe tek fëmijët edhe tek të rriturit, sepse frakturat janë një prej problematikave më të pashmangshme. Shpesh na shqiptarët e kemi një thonje popullore urdhzovan pikë trashtit, edhe kjo ndodh pikërisht kurse pret heq, fraktura ndodhin në situata të ndryshme, po të doja fillimisht për audiencën ta spjegonim çka saktësisht konsiderohet frakturë, sepse janë disa krisje të vogla. Çka është fraktura? Unë po du me spjegu në njërë sa ma thjesht. Fraktura është një send, do më thonë, një diçka që na si ortoped atakomi shumë shpesh, ose gati çdo ditë. Fraktura, si definicion, është këputje një kontinuitetit të disa kockave të gjata. Kjo ndodhë si pasojë një mekanizmi që vjen nga jashtë. Ju përmenet ato që thatë që vjen rëzohemi ose lëndohemi prej gjdo situate, dhe kjo situatë bjen që kocka e pranon një veprim të një force që ajo nuk mundet me mbajt. Dhe që kjo force së mbahet, do më dhe vjen deri të plasaritja e kockave, dhe plasaritjet mande janë shumë të mundën me qenë shumë të ndryshme, që mandej ka shumë klasifikacione të frakturave që mundën mandej, parsisht se cila kockë dhe qëfar ndryshimi ka psu kocka, ka dhe fraktura shumë të ndryshme. Unë frakturat kisha pas dëshirë mi nda, mi klasifiku me mosha, do më thonë që fraktura është një diçka që i prekt gati të gjitha moshat. Frakturën fillon si nocion frakturë ose ndryshimi kontinuitetit të kockës është prej moshës kur lindë. Edhe në procesin e lindjes kemi raste ku mundemi mu ballafaqu me një frakturë. Gjatë procesit e lindjes të fjala, një ngreje jo e drejtë, ndashta e foshnjës. Kryesisht në procesin e lindjes mundën me ndodhë, do më thonë që quhen frakturat, me qenë se jom për me folë për frakturat, i kom da dhe frakturat ma shumë në mosha. Kategoritë moshave. Kategoritë moshave, dhe po filloj, do më thonë, prej procesit lindjes, si një proces që, do më thonë, gjatë daljes së fëmijës në mënyrë natyrale mundet me ndodhë, dhe kemi gjatë tërheqjes së fëmijës mundet me ndodhë fraktura e klavikulës, që është një frakturë që shpesher mjekët ose profesionistët munden me pasi diçka që ndodhi. Unë po du me qëtë eksperiencë mi tërgu që këtë frakturë duhet me pa, duhet me trajtu ashtu si duhet, mirë po nuk duhet me marë shumë për faktin se kjo frakturë trajtohet në njërë shumë. Trajtohet letë? Trajtohet shumë letë. A është diçka serioze për foshnjën? Nuk është shumë, gjdo frakturë është serioze, mirë po duhet me pas parasysh që mus me qenë nana shumë e preukupume, se kjo frakturë ma shumë duhet mu trajtu të nana, që me pas kujdes qka me bu, për faktin se një fëmijë shumë i posalindur do më tonë të regon që nuk mundet na tërgu që është një frakturë që do më thonë ajë të regon dëmbja është sendi parë që paraqitet qanë fëmija dhe mandej duhet në qysh në kontrolën e parë që i bëhet fëmijës, do më thonë duhet mu mbyll fraktura e dy klavikulave që duhet mu pa për mjeku që ka bo lindjen, do më thonë mu pa mos rasisht ka ndodhë kjo frakturë. Trajtimi është tepër i thjeshtë, duhet vetëm nana me qenë edukume që mos me mujt mos me ndërgu krahun lartë. Do më thonë është vetëm një trajtim dhe me ftofje. Nuk ka nevojë për mobilizim dhe nuk ka nevojë për diçka tjetër. Doktora, nëse nuk e dallon mjeku, në këtë rast lirohet foshnja prej spitalit, a mund të ketë një rritje me pasoja të mëdha, pastaj fatmirësia krejt kësaj frakturë që na fillum prej frakturës parë që mundet me ndodhë, është që komplikacionet në këtë frakturë janë shumë të vogla. Mundësi, do të një kockë që është shumë e e sapo lindur, në fakt kjo frakturë trajtohet dhe mundet me ndodhë shpesh që edhe nëse nuk diagnostifikohet, komplikacionet e kësaj frakturë nuk janë shumë të mëdhaja. E vetëmi sen që është nëse ka një luksacion që i thejmë në dalje nga vendi, atër ato duhet gjithsesi me trajtu, ndërsa nëse ka vish një plasaritje, për shkak të kockat janë posalindore janë qaq elastike sa që
këto kocka, do më thonë, trajtohen, vinë në mënyrë shumë të drejtë me rritjen e fëmisë. Natyra ka bu qashtu që kockat e fëmijëve të posalindur shpesher shërohen dhe fare nuk diagnostifikohen. Ne si ortoped në përvojën tonë shpesher takohemi me ndryshime që i gjejmë në radiografi dhe këto fraktura na veç i dim që ka mujt me qenë mirë, po ka njëherë pacientat as nuk e din fare dhe këto janë frakturat e hershme që llogaritën sipas ndamjes, do më thënë pej 0 në 2 deri në 2 vjet, është çajo frakturë që shpesher shihet në rentgen, mirë po ka herë dhe nuk është fizik. Jo në fizik. Po mbes edhe pak të foshnja, doktor Arjan, shpesh, sidomos neve prindërve të rinj, këta më të moshuar që janë, a thonë, ka dale si pja nuk dorën, pja nuk kamen, mëse ka pas shpejt, mëse qa lartë. A mund të ndodhë një incident i tillë te kockat e foshnjës? Te kockat e foshnjës po duhet në fillim me përmendë dhe me thonë që janë qaq elastike, sa që është shumë azor me ndodhë një frakturë, është shumë vështirë me ndodhë një frakturë te një foshnje se sa të një rritun. Elasticiteti i kockës të fëmijës është shumë i madh, do më thonë nuk bën une me u thonë që keni mundësi, do më thonë është gjithmonë ka mundësi me ndodhë, duhet me pas shumë kujdes, shumë atë vrajshta janë luksacionit se sa frakturat të foshnjët 1 deri në 2 vjet. Unë përdu me elaburu, do më në foshnjën prej 0, prej momentit lindjes deri në 2 vjet, është periudhë që do më thënë përveç në aktin e lindjes, në këtë periudhë kohore do më thënë ka një pjesë e kohës ku fëmija nuk fillon me hecë, deri në moshën 1 vjeçare është do më thënë shancat shumë të vogla për me ndodhë frakturë. Në moshën 1 vjeçare kur fëmija fillon me hecë, aty fillon edhe me provu fëmija lëvizjen, me provu fëmija hecjen, dhe aty shihet dhe aty do më thënë fillon me ndodhë trauma e parë. Ato trauma janë kryesisht vogla, fëmijët në 1 vjet nuk janë që mund me bu shumë lëvizje, është fillimi veç ecja çajo që mundet me ndodhë një traumë. Fatmirësia krejt kësaj është që aty nuk jena mundësi të madhe për me pas fraktura, mirë po janë gjithmonë të mundshme, mandej është periudha deri në 2 vjet ku fëmija fillon me pas pak me ndi vetën pak ma vetbesim, me bu kryesisht e fëmijët e kësaj moshe janë gjujtja prej shtratit, dhe këto mundën me ndodhë frakturat. Çka kisha pas dëshirë me thonë, me nda me publikun në këtë periudhë? Duhet me pas shumë kujdes, fëmijët janë ata që janë shumë aktiv dhe aktiviteti fillon deri në moshën 2 vjeçare. Qëto fraktura janë që shpesh herë nuk shihen ose nuk identifikohen. Nëse një fëmijë ka qenë aktiv dhe ule aktivitetin, te ai fëmijë ka ndodhur diçka. Unë jam shumë i vetëdijshëm se jam edhe vetë prind. Nëse një fëmijë do më thonë e ule aktivitetin që ka pas dhe gjatë hecjes vrihet një diçka që fëmija do më të nuk heci gjithmonë, ai ka njëherë edhe nuk thot që po ndhem, ose qanë dhe thot që pi dhem, mirë po nana duhet me qenë të sigurta me pa. Diagnostikimi i frakturës fillon prej nanës ku ai thot që djali nuk po heq që duhet, ose fëmija nuk po heq që duhet, edhe mandej ai duhet mu taku me një profesionist për me tentu me identifiku. Se nuk ka ndonjë hematomë ose ajtje ose diçka në rastet kur ka fraktura, mundet me ndodhë me ka në hesht nësi incidente? Po du me thonë kështu me definu. Pe i kejtë përvojës që unë kam me tek frakturat e fëmijës është një, për me identifiku një fraktur janë 3 sende të arta që na i shohim, që është dhimbja si e para, është ajtja si e dyta dhe hematoma si e treta. Çka ndodh te fëmijët deri në moshën 2 vjeçare, po flasim. Hematoma është shumë shpesh jo evidente. Dhimbja është një simptom që ne ka njëherë nuk e dim qatë sakta po qanë pse po donë diçka të ëmbëlsira për vëmendje, apo është perimen një dhimbje. Dhe që kjo është qajo një send shumë i vogël që mundet me dalu, diçka nuk është në rregull, dhe hematoma shpesher na mungon. Nëse një fraktur të fëmijët është shfaq hematoma, atëherë jemi të bisedu për një fraktur që është ma e madhe, që është ma e dislokume, dhe qarkullimi e ka bo qashtu që qarkullimi gjakut është qaj që na bën neve
hematomën dhe që ajo hematomë, do më thënë atëherë fatkeqësisht duhet me këshyrë në planin qysh po doj me trajtu e ka njëherë duhet edhe në mënyrë operative. Po, mandej nëse kalojmë tek me moshën mbi 2 vjeçare, kur fëmijët fillojnë ecën, e dalin një lajm edhe pa e hap dorën, tash po du me bo një krahasim, sepse kjo është edhe punë kockas, pastaj edhe individuale. Frakturat, predispozitat më të shpeshta i kanë me ndodhë tek fëmijët mbi moshën 2 vjeçare apo tek adoleshentët, puberteti, ku janë ma... Do më thonë, mbas moshës 2 vjeçare fëmija fillon me pas aktivitet shumë të madh. Mosha e adoleshencës është një moshë që do më thonë, njerëz fillojnë me qenë më aktiv dhe aty pritet shumë frakturë. Unë i kisha ndoa fraktura deri në 2 vjet dhe prej 2 deri në moshën, prej 3 deri në moshën 10 vjeçare. Kjo është një periudhë ku fëmija mandej vazhdon më rrit dhe vazhdon me qenë shumë aktiv. Çdo aktivitet shtesë bjen që fëmija me qenë maj ekspozum për me qenë afër rrezikut për me mujt me ndodhë edhe një frakturë. Mandej fillon periudha shkollës, ku fëmijët shkojnë shkollë, dojnë me tregu veten dhe fillohet me sport dhe sporti është qaj që e bjen traumën. Unë jam gjithmonë ai që i preferoj fëmijët, mirë po në duna m'ju thonë edhe prindve që nëse është një aktivitet tepër i shtumë, do më thonë duhet me pas kujdes për mos me ndodh një traumë, se trauma mundet me prudetja në frakturë. Po. Tash nështë një pyetje që edhe prind ta bojnë zakonisht, po a ka ndonjë mungesë në trupin tonë që janë disa fëmijë, unë kam edhe në familjen time, që shumë shpesh kanë lëndime të shpeshta, a ndodh se kanë ai mungesë dhe janë tepër të ndihshëm, a veç thjesht pakujdesia? Unë e quj në përmbi 90% është pakujdesia. Mirë po na 10% që janë shumë smundje sistemike që i quajmë na, që ato mujnë me pru që më varet sa ka intensitet trauma për me ndodhë fraktura. Që më varet sa ka intensitet trauma për me ndodhë fraktura. Shpesh herë në jetën e përditshme ne takojmë pacienta që thonë janë rrëzu prej një lartësie shumë të lartë dhe s'ka ndodhur kur gjë. Kjo ka të bëjë me ato se në çfarë gjendje është kocka, në çfarë gjendje dhe si është ushqyçja ajo kockë. Edhe ajo 10% i asaj se nëse fëmia ka një smundje sistemike që e shpërbën kockën, tek këta fëmijë ka mundësi me ndodhë që do më thonë me ndodhë shumë për një traumë shumë të vogël me ndodhë fraktura. Çfarë smundje doktor Arjan më falë? Për çfarë smundjeve është fjala? Këto janë smundje sistemike që mund me ndodhë një osteoporozë që mundet mu shpërbë kocka dhe na duhet me gjetë arsyeën pse kocka po shpërbëhet. Ne në praktikën tonë shumë shpesh në radiografi pas traumave i identifikojmë shumë kocka që nuk janë do më thonë në gjendje qysh duhet me qenë. Në radiografinë e parë që bëhet, na e shohim dhe për njëherë i jepim sugjerimet tona që do më thonë me kërku ma thellë, kryesisht është mungesa vitaminës D që nuk jep mundësi kockës për mu zhvillu që ashtu që duhet, që është deficiti disa qelizave që nështë as s'pëdumi i përmend që janë, do më thënë, kjo është pak ma e rallë, mirë po duhet me pas gjithmonë parasysh, me pas parasysh këtë. Nëse i klasifikojmë, doktor Arjan, frakturat tek fëmijët edhe tek të rriturit, ku është më vështirë trajtimi? Te cila kockë? Tek këto më të pjekuna, këto më të... Unë kisha ndoa shumë thjesht. Frakturat e fëmijëve është trajtimi shumë ma i letë. Ma i letë, edhe ma i shpejt, ndoshta. Edhe është shumë ma i shpejt. Trajtimi të frakturat e fëmijëve, do më thënë është qaq i shpejt, qaq i mirë, sa që na ka njëherë edhe e shohim në radiografi që ndoshta nuk jemi me të kënaqur qysh është bërë repunimi një frakturës, mirë po me periudha kohore e shohim që ajo frakturë është u zhvillu shumë mirë. Frakturat e fëmijëve trajtohen edhe shumë ma lehtë. Do më thënë shumicën e rasteve ose në veç në disa raste specifike trajtohen me mënyra tjera, shumica e frakturave trajtohen me disa titela të titanit, që në fakt në gjuhën profesional janë kirshër drejtë, që ato futen dhe repunohen. Po du me përmend ndoshta në një rast që në një kurs që kam qenë për trajtimin e frakturave të fëmijës në Gjermani, që është si pjesë e specializimit, është shumë e thjesht në një podium ku ishim shumë mjek,
dhe trajtimi frakturave që ajo na spjegoj që është marrë me shumë studime, do më thonë mbetëm na pak të jo të kënaqur me përgjigjet që i kemi. Pyetjet ishin radiografi që na u prezantojshin dhe na thoshin sa përqind mjekëve janë për me operu këtë frakturë dhe sa përqind mjekëve dhe keq që ato një pitun ndoshta edhe unë më konë që plot herë e kom dërgu dorën që kjo duhet më operu, dhe ishin fraktura shumë të dislokume dhe kur e shikon në shikim të parë, do më thonë vrihet që këto duhet më operu se është shumë lartë. Mirë po gjatë atij studimit erdhi në përfundim që ato fraktura janë trajtu pa operacion dhe është bën një ngjitje qaq e mirë sa që asnjëri prej neve nuk ka qaq me të vërtetë, do më thonë që kjo e bën që frakturat e fëmijët janë shumë atlet të regenerueshme në periudhë kohore. Qysh kisha me definu këtë sen? Kjo i bjen që një frakturë të fëmijës nuk duhet asnjëherë me u neglizhu. Një trajtim që duhet më u dhonë, për mos me ndodhë ma vonë komplikimet, edhe pse presim që këto duhet më trajtu, mënyrë operative, po flasun gjithmonë, do më thonë, tu mos e haru as edhe një herë trajtimin konservativ. Ndoshta na bisedu ma shpejt, mirë po se thash që janë format e trajtimit frakturave nuk janë veç operacionet, fatkeqësisht unë në përvojën tem është pjesa operative që e kum bërë shumë, mirë po jeni kirurg. I bjen, do më thonë, kjo është një diçka që duhet gjithmonë me pas edhe trajtimin konservativ, që është mobilizimi i 2 nyjeve të çdo frakturë. Nëse nuk po ndërprej në menimin fal, po do doja shumë se këto është shumë kurrishtja e madhe pastaj. Qysh e dallon ose qysh vendoset nëse unë kam një frakturë? Nga çfarë diagnostikimi ose nga çfarë përfundimi vendoset që unë jam për kirurgji e jo për një mobilizim, ose që thojmë të na me shtin gips dorën komen, ose në alqi, ose si do që i thonë. Nga çfarë vendoset kjo? Kjo sendi parë është, të më thonë që duhet mas pari gjendja klinike e pacientit. Ne po flasim për frakturën dhe unë po mundohna mi definu varësisht në cilën. I kemi ekstremitetet e poshme, që këto përqindja e këtyre frakturave duhet gjithmonë jo gjithmonë, mirë po duhet mu pa që këto fraktura duhet mu operu, pak ma shumë se sa ekstremitetet e sipërme. Është shumë vështirë me mujt me ndo. Mirë po, për opinionin edhe për njerëz, na duhet me shpjegu këtë temë pak ma thjesht që ata me kuptu kur duhet një frakturë më operu dhe kur nuk duhet më operu. Standardet janë gjithmonë sa është dislokimi i frakturës, çfarë lloje të frakturave kemi. Nëse është një frakturë që quhet trumër frakturë që është me disa pjesë, atëherë ato fraktura kryesisht duhet më operu për më mujt më stabilizu, Ndërsa nëse kena një frakturë që do më thonë është e dislokume, mirë po është humb stabiliteti është humb devijim i frakturës që thuhet. Në gjuhën gjermane quhet Fehlstellung, është pika që tregon saktësisht këtë fraktura duhet më operu apo jo. Nëse shikohet një dorë e frakturës, sendi i parë që duhet në radiografi mu vendos në sa gradë. Për shembull, të radiusi është deri në vitin 2000 janë operu fraktura që kanë qenë 15 gradë devijim. Çka ndodhi në lajtlinjat botnore të kësaj frakture, sot tolerohet kjo frakturë deri në 25 gradë, që për neve si profesionist kjo e dhonë që është lajtlinjë botnore, që aty vendosim jo ne, mirë po vendosin kirurg, ortoped, e kanë leju që fraktura deri në 25 gradë mos mu operu. Dhe rezultatet kanë qenë të njëjta. Pse ndoshta une i jepi pak ma shumë kirurgjisë, drejtim është se me një operacion shumë të vogël, pacienti është shumë ma shpejt mobil. Çka ka ndru në kohën e fundit, në këto lajtlinjat e fundit që janë dalë,
është se edhe mobilizimi i frakturave tek fëmijët bëhet jo 6 javë, që është rregull standard të rriturit, të fëmijët ka qenë 4 javë. Dhe kohën e mbrojtjes frakturat po mbahen të mobilizuar veç 2 javë. Këtë përvojë ndoshta duhet me pas kujdes me eduku dikën që edhe nëse ju ka he gipsi mas moshës 2 javë, do të thonë ai duhet gjithsesi me pas kujdes që mos me ngarku të na quhen lëvizjet pasive dhe aktive. Ai nuk guxon me aktivizu dorën qatë shumë, kështu që si standard unë prap kisha vazhdu me një gips që është deri në 4 javë. A rekomandohet në disa prej rasteve të frakturave fizioterapia si përcjellëse e trajtimit, rikuperimit? Kështu, fizioterapia është një sen që ne si kirurg operojmë. Fraktura nuk zon me bu fizioterapi. Pas trajtimit të frakturës, do më thonë është një periudhë kohore që dora nuk duhet mu aktivizu dhe mbas qasaj periudhe që kjo quhet periudha arë 6 javë, mbas periudhës 6 javë që është dhe 2 javë që lehet në pauzë, që bëhet 8 javë, në disa fraktura deri në 12 javë, dhe mbas 12 javë o qajo fizioterapia që është standard i arë që ne e quajmë. Ne si kirurg i operojmë pacientat, mirë për nëse pacienti nuk ka fizioterapi, do më thonë ajo fraktur ka humbë, ai pacient ka humbë. Unë përdu me jom të spjegu frakturën, mirë po fraktura është veç thymje e ashtit. Bashkë me thymjen e ashtit është edhe funksionimi i atij, muskujt, ligamentet, indet e buta janë ato që janë të dëmtume. Ne si ortoped nuk duhet asnjëherë me pa veç frakturën, mirë po duhet me pa kej dorën. Nëse po flasim tash për dorën, ose për cilën do pjesë të trupit. Dhe nëse dikush mendon që ka operu një kock dhe nuk i ka pa indet e buta që përfshihen të gjitha muskujt, ligamentet, indi subkutan, do më thonë aty do më thonë nuk është përfundu operacioni, nuk është përfundu trajtimi komplet i qati pacientit që ai me pas një funksion. Për me definu këtë, unë e kisha spigu një shumë thjesht që një fraktur për mu këthy gjendja e më operohet, për mu këthy gjendja me pashme e ti. Dhe gjendja me pashme e ti nuk është përfundu veç me trajtimin e frakturës, është përfundu nëse është këthy funksionaliteti i qati ekstremiteti që është operu. Dhe këto, përdu me përmend që fizioterapia është e domosdoshme që mu këthy funksionaliteti. Fizioterapeutët janë ata që menaxhojnë ose kompletojnë funksionin e një gjymtyre me indet të buta aty përfshi muskujt dhe ligamentet. Gjithmonë sipas rekomandimit të ortopedit, sepse i shkruhet me rekomandim se çka guxon, çka jo çdo ushtrim fizikal mund të jetë i përshtatshëm. Kryesisht në përvojën time që unë ko marr atje, çdo pacient pas çdo frakture e merr një letër që ai i ka ushtrime të posaçme, kur në cilën javë çka duhet me bu, kur duhet mu aktivizu dhe pas periudhës 3 mujore na i lirojmë ose i jepim dritën e gjelbër, gjithmonë me këshillën që nëse diçka është, do më të gjithmonë mu taku me një profesionist që me mujt me e pa qysh po shkon funksionalizimi. Frakturat nuk trajtohet, nuk përfundohet veç me operacion edhe me trajtim konservativ që është me gips në këtë rast ose sot me forma tjera të gipsi që janë. Do të përfundon që atër kur pacienti e kthen funksionalitetin e qati ekstremitetit njërën që ka qenë më përpara. Unë do doja shumë, doktor Anë, sepse kam shumë kështu mision që m'ja u vizualizu, thjeshtu njerëzve komplet çka po flasëm, unë në regjist ma herët ja kam dërgu një fotografi ku shihen disa lloje të frakturave të ndryshme, unë e lus besin për pak let na vendos në monitoring këtu, po dallohen disa prej thyerjeve, sepse po flasim që ta thjeshtsojmë për shtetarët frakturën apo thyrjet e kockave. Janë të ndryshme. Ajo çka po du me vetë, për këtë kësaj fotografive që po shohim, ta zëm unë jam duke hesa se futboll ose këtë diun, një fraktur, një thyrje e kësaj pjesë e zonës së gjunit.
A jep me njëherë dhimbje të mdhaja, hematom, ajtje, apo mund të flemat natë nga nxehti i lëndimet dhe të nesërmen të na shfaqen simptomat? Kryesisht fraktura paraqitet një dhimbje shumë të madhe. Po, me njëherë, domethënë me njëherë pas rrëzimit, lëndimit e tjera. Domethënë është shumë e qartë që një frakturë, cila do për këto në fraktura që ne pishohim këtu, është shumë e rrallë që pacienti nuk ka dhimbje, dhe dhimbjet janë të menjëhershme. Që kjo është një plus shumë i madh për përvojën tonë, për faktin që ka njerëz që domethënë e kanë dhimbje dhe nuk mund fare me aktivizuar atë ekstremitet. Cili do kockë që thehet paraqitet dhimbje. Dhimbja është simptomi i parë që ne e shohim dhe me njëherë duhet me marrë trajtim. Çka kisha mi thonë në njerëzve këshilluesve njerëzve që e shohin emisionin, domethënë dhimbjen mos me e anashkalu, dhimbjen me trajtu, dhimbjen me drejtu, kulumtu, që me mujt domethënë me marrë një trajtim shumë të specifik në cilën do lloj të frakturës. Dhimbja është sendi i parë. Ju e përmenët, ajtja është sendi i dytë. Nëse veç ka fillu me ajt, domethënë saktësisht e di me kohë në çfarë gjendje po vjen pacienti dhe kur po vjen. Dhe nëse është ajtja, domethënë ne veç kemi humbë në kohë në një frakturë. Dhe nëse vjen hematoma, atëherë atë frakturë nuk mundemi me operu. Unë po du sot mi nda me pacienta disa standarde që janë shumë të qarta për me mujt që teleshikues me pa ose me kuptu që s'duhet më anashkalu një dhimbje e fortë. Përveç që nuk është mobilizimit i mundshëm, duhet me qenë shumë shpejt. Është standard i artë 6 orë i parë. Nëse ne mujme taku një frakturë dhe fraktura vjen në brenda 6 orëve, atëra atë frakturë duhet më operu për njëherë. Frakturat që janë të dislokume dhe janë brenda 6 orëve, ato operohen për njëherë, edhe ato kanë prognozë shumë më të madhe, prognozën shumë të mirë, dhe prognoza varet mandej që trajtimi duhet më bu shumë më i shpejt. Pra vijim të fizioterapia, vijim të format që mu këty vitaliteti ose funksionaliteti i kësaj frakture. Nëse kalohet që ky 6 orë i ardhë, dikush pyet thot pse nuk janë 7 orë ose 8 orë. Fatkeqësia krejt kësaj është që vjen çajo ajtja, vjen çajo hematoma dhe frakturat nuk mundet mu operu. Unë shpesh herë takoj pacient që ata thojnë kesh të mjeku dhe nuk operova, ose unë ju marrë në sistemin privat sot në Kosovë dhe po du mu operu sot. Është shumë faktike që duhet mu pa në çfarë gjendje klinike është ekstremiteti. A kena mundësi me operu? Dikush pyet pse nuk mundet me operu, nëse një kam ose një ekstremitet që është i ajun pas një frakture, na e bujmë operacion, mirë po mbyllja dhe trajtimi me tutjeshëm është shumë i gjatë. Për mos me arë deri te infeksionet, për mos me arë deri te komplikimet pas operacionit, domethënë ajo frakturë duhet me operu, maksimumi që mundet me operu është dita e 3 deri në ditën e 7. Kur fillon me u largu e ajtja. Ajtja është një simptom që e ndërprin, e pengon qarkullimin e gjakut. Dhe nëse ne operojmë në një ekstremitet që është i ajun, atëherë veç pacienti nuk ka fitu në këtë rast, ne e bujmë gjithsesi të njëjtën procedurë, mirë po kjo është një standard që unë në përvojën tem po shoh që ndoshta kish mujt me qenë shumë aktuale. Edhe mi thonë teleshikuesve që nëse mos me ngutu, mi alon vendimin profesionistit me marë kur duhet më operu. Një pacient që vjen në spital, sa po të vjen me lëndim, me njeri bëhet fillimisht një rentgen për të parë sigur. Dhe nëse është brenda 6 orit që të ardhë, është rast emergjent dhe futet në sallë. Ajo pse ta bona këtë përshkrim është sepse zakonisht në traditën tonë, edhe na kur vrajme, sidomos kur kemi qenë të vegjël, kjo pjesa e kamës këtu që e dredhojmë, pëse edhe shikuesve tanë ju ndodhe edhe të hecë, edhe në punë, edhe të lujtë ose të vrapu, ose në shkollë, dredhohet shumë shpesh. Gjithmonë presim, hajtë dej nesër, mos po kala dhimbja se vesh një ndrythje ose një
diçka e vogël. Këtu do me thonë na gabojmë mas shumë, dhe nëse nuk shkojmë me një herë të mjeku. Shumicën e rasteve që kjo që është dredhimi i kamës, që është një lëvizje e supinimit të kamës në një teren jo të rafsht, është tepër e shpesht. Jo çdo herë në këtë rast nuk është fraktur. Shumicën e herave është domethënë ligamenti, delta ligament që është domethënë është i zgjatun, është i kputun, dhe në disa raste kur që ky ligament është qaq i fortë e merr një pjesë të kockës. Secila prej këtyre ka një formë tjetër të trajtimit, mirë po mu lajmëru të profesionisti është gjithmonë e preferuar. Paramendosi kur një pacient të lajmërohet mas një kohë me këtë dëmtim edhe të krijohet një instabilitet i kamës. Kjo mandej ka një trajtim shumë të rënd, një trajtim shumë të gjatë, për me mujt me këty qëtë stabilitet që kamës i mungon për shkak në një trajtimit shumë, këtë rast unë i kësha qytë shumë banal, shumë të vogël që ka mujt me marë ditën e parë, ditën e dytë, ditën e tretë, dhe nëse kjo shtyhet dhe vjen pacienti dhe na e vrejmë që ka instabilitet të artikulacionit, atër trajtimi është operativ edhe sukseset janë jo çdo herë më të mirat, dhe për njëve si profesionist na bjen edhe mu me atë përvojën që unë e ko marrë për vendit ku kam qenë është që ka njëherë përgjegja e pacientave është jo e këndshme kur i thonë që në plot raste pritet që ky instabilitet ka me të prunë një artrozë që kena mu pa dikur ma vonë dhe kena mundësi me bo. Jo çdo herë duhet mu vepru shumë shpejt, mirë po duhet me pas shumë kujdes. Dhe që ky kujdes duhet me marrë veç këshilla që qysh mus me ardhë deri që në fazat e vonshme që ndoshta kena mi preferu, kena mi spjegu, do më thonë që mundën me pru në artrozë dhe artroza mandej suksesi saj është veç operacioni e që una kem dëshirë që me pas sa ma pak me operu në qëtë drejtim. Mirë po fatkeqësia është që këtu ka herë takohemi me patologjit të tilla që jo osteosinteza na pështon, nëse vjen deri te proteza që ne i bojmë, do të thonë, jo edhe mas qefti i bojmë, jo me shumë qef i bojmë, për faktin që janë të kufizumi disa lëvizje, mirë po nuk kemi alternativa. Po mbes edhe pak të ajo pjesa e lëndimit të momentit. Shpesh në vendin tonë, e di nga familjar tonë, na vendoset ose një fashë nxehtë, ose një akull. Cila rekomandohet në këtë rast më shumë derisa të vim te mjeku? Kjo është këshill që duhet secili me marrë, jo me nxehtë. Çdo sen që është traum, do të thonë është akulli ai që e pështon, e qetëson dhe jo nxemja. Nxemja është e ri qarkullimin e gjakut dhe qarkullimi i gjakut e bën ajtjen shumë më shpejt. Nëse pritet që ajtja më na ardh në qëtë kohën brenda 6 orë, varësisht çfarë lloji frakturës është, nëse i kena nxe, atëherë kjo na ndodh në brenda 3 orë dhe na hub qatë momentin e ardh që na me mujt me operu shumë shpejt. Akulli dhe mobilizimi. Çka ju kisha thonë në shikuesve? Po me çat moment, çfarë do të më bë? Momentin që duhet momentin kur ka ndodhur dhe janë plot fraktura që nuk shihet asgjë, mirë po vrihet vetë simptomi i parë që është dhimbja. Mirë po ka edhe do fraktura që vrihen simptome të para që pacienti i sheh edhe vet. Nëse kemi një dislokim të frakturës dhe kocka është shty, atëherë ai duhet me bu sendin e parë që është mobilizimi i dy artikulacioneve që janë më të afërta. Nëse po flasim për pjesën e kësaj kockës që është tibia dhe fibula, atëherë duhet më mobilizu gjuni, duhet më mobilizu artikulacioni këmbës dhe kjo nuk duhet me lëviz. Çdo frakturë pas shkakton edhe dëmtimet e indeve të buta. Kocka është një diçka që ka shumë dhimbje, mirë po trajtimi është bashkimi që atë në dy pjesëve që janë ndarë. Mirë po suksesi i çdo frakture është qysh janë të dëmtuar indet e buta. Për që ata thash edhe më herët, për thëmë edhe tash, nëse në një frakturë nuk janë dëmtuar shumë indet e buta, ai frakturë ka prognozë shumë atë mirë. Përkundër një frakture që është fraktura
operohet me mënyra të ndryshme, pavarësisht se çka është indikacion që janë sende që duhet shumë vështirë, shumë jo lehtë mundoha, po dona me bu një plak apo dona me bu një nail që i thojmë na për intramedullare. Mirë po interdebuta janë që ato që mu ma jepin suksesin dhe pacientat janë të kënaqur dhe jo të kënaqur. Nëse e shohim një frakturë që është me dëmtime shumë të inteve të buta, unë duna fatkeqësisht shpesh herë mi thonë pacientat që fraktura ka mu rregullu, kjo ka mu operu dhe ka mu ardhur në gjendje ç'është duhet, mirë po indet e buta e dojnë një kohë shumë të gjatë derisa të vinë. Po. A e spjegon kjo atë mitin që thojmë është një krisje e vogël, s'është lëndim i madh. Kjo spjegon ata që si e prek indet e buta apo vetëm kocka pak. Tashti suksesi i çdo shërimi të frakturës varet sa është çaj dislokacioni dhe çfarë lloji. Tash ndajmjet e frakturave nuk i përmenda më herët, mirë po një frakturë që është me 2 ose më shumë etazha, ajo ka prognozë jo më të mirë. Duhet mu bo mobilizu. Mandej për teleshikues të kisha thonë edhe një klasifikacion të frakturave që në frakturat të hapura dhe të mbyllura. Çka është rëndësishme për njerëz? Fraktura, që është ajo çamja, është një vazhdim i mundësisë deri te një frakturë e hapur. Dhe frakturat e hapura janë notfall, na i quajmë, ose emergjencë pe quaj kështu. Çdo frakturë e hapur, nëse nuk trajtohet në mënyrë shumë të shpejtë, atëherë ka komplikacione shumë të mëdha. Dhe çdo komplikacione duhet gjithsesi mu trajtu. Prognozat janë fatmirësisht të mira për faktin se edhe në Kosovë dhe atje ku kam qenë unë, domethënë është jepet një shërbim që duhet. Këto fraktura nuk neglizhohen, mirë po çka kisha pas qef me nda me teleshikues. Do shumë e thjeshtë që nuk bën mu neglizhu një kock e hapun. Nëse fraktura ka ndodhur, që këto fraktura të hapura ndodhin për një aktiviteti shumë sforcum dhe vjen deri te në frakturë hapën, ajo duhet që atë standardin 6 orësh me pas shumë kujdes që me u mbyll për faktin se në ambient, në lëkurën tonë, ka shumë bakteri dhe që ato bakteri nëse vinë në kontakt me kockën, atëherë flasim për një osteomielit ose infekcion i kockës. Dhe osteomielit mu trajtu don kohë, don punë. Për neve si ortoped është shumë e rëndësishme që ne nuk guxojmë as fare me e trajtu kockën për pa heq infekcionin. Po. Doktor Arjan, nuk e di sa është e vërtet apo met, a është e vërtet që vendi ku kemi pas frakturë, dora, kama, gjuni, ku ta dion, sa herë qëndron koha në dhëmba i vend? A qëndron kjo është mit joni? S'po du me e thonë as që është mit, as që është jo e vërtet. Këto ka diçka. Ajo dhëmb? Ajo dhëmb, po du me shpjegu kështu në faza. Faza parë, një frakturës krijohet një kallus. Aty krijohet diçka. Kur krijohet diçka, na si ortopeda nuk zona me thonë që s'dhem asnjëherë. Po dhëmb, ajo frakturë shërohet dhe që ky shërim është në periudha gjata kohë. Nëse dikush më thotë që dhëmb brenda një vitit, unë e kuptoj dhe jepi shumë drejt. Çka ndodh mas vitit dytë. Plot pacienta prapë kanë frikën dhe e quajnë po ndema i vend. Shkencëtarisht nuk kam shans me vërtetu këtë sen. As nëse futet deri në fund të kësaj frakture, nuk kena mundësi me spjegu. Periosti është çaj që shërohet. Periosti është shtresa e fundit e kockës. Dhe aty është prish një nervim i ashtit. Dhe që ky nervim, kur shërohet, normal që krijohen disa nerva më shumë dhe aty e ndjen pak më shumë. Mirë po që ky proces duhet mu përfundu dikur, në fakt, unë s'po thonë fatmirësisht, po ka një herë na takohemi me këtë pyetje, kur është fraktura është 10 vjetë, është dash me kone haru me kjo. Këto ma shumë i kisha qujtë si diçka subjektive që njerëz e kanë frikën dhe njerëz përqëndruan dhe thojnë po ndem. Fatkeqësia këtë kësaj është që edhe njerëz, domethënë me kohë mësojnë do ndryshime dhe dhimbjet janë tjetër mirë, po ata kanë fiksimin e frakturës. Unë nuk isha mujt me spjegu këto mas moshës.
hajde që pitojmë edhe 1 vjet, edhe 2, edhe 3, edhe 4, po mas 10 vjetë nuk duhet me pas. Nuk qëndron. Ajo është diçka shkume e kalume, nëse fraktura është trajtu dhe është shëru që shduhet. Po. Se shpesh e ndëgjojmë edhe e nxenë atë vendin, mas 10 vjetëve nxenë, se ka ndru koha, ka dhimbje, është kogja... Në këtë rast jepi të drejt me nxenë, nëse s'ka frakturë, nëse s'ka dëmtim. Ja që të son dhimbje. Ja që të son dhimbje, është edhe fakt që nxemja ndikon. Qysh e kisha lidh këtë sen është që në qatë vendë më në rritë qarkullimi dhe humqja e ndjeshmëria qase e dhembjes, dhe nëse nxemja ndihmon, do më thonë ato është një problem tjetër që mundet me qenë ma shumë vaskular, edhe do më thonë duhet normal që me pa pse ka këtë simptom. Unë jam gjithmonë që me gjithë problemin mos me do gjithmonë me një nxemje me te i kalu, mirë po nuk i thom njëzve jo zbën në nxemje fare. Pja që të sanë dhe imbjem se jo. Doktor Ana, jemi afru kështu gëgja në fund të bisedës edhe unë do doja mos me kry biseden pa e ditë edhe cilat janë smundjet kronike, të cilat, po e thamë në thojza, e ndihmojnë një organizm të ketë fraktura ma lehtë, që ka përqindje, për shembull një osteoporozë, ka përqindje shumë më ndoja me një rrëzim të lehtë me pas një frakturë se sa unë që s'ka me osteoporozë, për shembull. A ma spjegon pak ta? Këto po du me spjegu, do më thonë, pak me periudat kohore qësh edhe fillova mi ndo. Periuda prej moshës, prej kur fillon aktiviteti, tash po këtejna pak ma në fillim, për mos me ndoshta kom edhe 5 minuta këto. Do më thonë, aktivitetet e shtume që s'mujta me përmbledh ma ndej vazhdu dikun tjetër të mosha 18 vjeqare. Aksidentet jënë tepër të tmerrshme. Aksidenti kur fëmijët fillojnë me 18 vjeçar, që tashmë nuk janë fëmijë, fillojnë me vozita, aty ka mundësi me ndodhë traumat të mëdha dhe ne ballafaqohemi me fraktura jo sikur të fëmijëve që janë fraktura që është rrëzu. Do të thonë, fillon aktiviteti ku njerëz fillojnë me punu dhe janë rramjet e lartë, rramjet prej objekteve të larta dhe këto na bin neve fraktura që janë shumë të komplikume që duhet trajtim të veçantë. Dhe çka ndodh me moshën? Në moshën 50 vjeçare, njeriu në përgjithësi dhe kocka fillon mu shpërbë. Këtë periudhë duhet me gjetë, me tentu, me gjetë një balans të asaj sa kocka shpërbëhet. Fatkeqësisht po them këtë proces nuk mundemi gjithsesi me ndal, me stopu. Me ndal kemi mundësi se, do të thonë, është me stopu, është një proces që s'ka mundësi mundal për faktin se ne jem të shku në një periudhë që kem të plakjes dhe aty futet edhe kocka. Mirë, por ne duhet me tentu me ushqy maksimalisht kockën, që kocka me mbajt qatë forci qysh e ka pas ma herët mas moshës 50 vjeçare. Dhe kjo ka trajtim shumë të veçantë. Do të thonë, ne shpesh herë në një moshë 50 vjeçare, 2 rentgena, nëse i krahasojmë, shohim se takojmë shumë shpesh, domethënë kocka që janë shumë të kështu të shpërbëra, që s'ka forcë. Dhe na me njëherë i preferojmë që duhet të më trajtu kjo. Osteoporoza është një diçka që fatkeqësisht ka shumë për me u trajtu në Kosovë. Ato që unë e shoh, kush e bën osteoporozën, një prej faktorëve është aktiviteti. Unë e di që nuk është e lehtë mi thonë një njeriu të më shumë që duhet me pas aktivitet. Aktiviteti është numër 1, mandej janë suplimentet që ato që na i preferojmë për me ushqy kockën. Edhe ushqimi. Edhe ushqimi. Do të thonë, ushqimi shumë perfekt i pari që nëse dikush nuk e ka në ushqimin e vet që ato përmbajtje që ushqejnë kockën, atëherë ai vjen te një osteoporozë. Atëherë duhet gjithsesi mu marrë me u trajtu edhe me tableta, që sot në treg ka shumë që munden me bu, mirë po para se me ardhi te ajo për me fillu një tabletë, unë gjithmonë e këshilloj osteodensometrin, që është sot në popull quhet si Dexa, për me vërtetu në cilën gradë të osteoporozës jem, për me mujt me trajtu. Çka i ndihmon ajo? Na e dim që me moshën në shtym, vinë edhe te i tercimet,
dhe këto fraktura mandej kanë edhe prognozë jo më të lehtë se sa në një frakturë ku kemi një kockë shumë të mirë. Ne kemi mundësit për mi trajtu me plakat të ndryshme. Këto janë plakat të cilat vendosen në disa prej lëndimeve që sa një pacienta. Po, këto qëndrojnë përjetësisht në organizmin e njeriut? Kështu janë dy teori që unë e kisha pas qefmi tonë. Në keqat përvojën time që unë e kom atje dhe këto që tash jëmë të marë, këto është dy sendi shumë i madhë. Një dalim pak që këtu pacienti të pyet parë kur ka me tërhek këto. Në Gjermani fatkesisht është një thonjë shumë e artë që i bjen nëse kjo nuk të pengon, ti s'kemi hek asnjëherë. Ne çdo herë thojmë që këto mundemi me hek në mbas 1 vjeti dhe 1 vjet të gjys. Mirë, por nëse nuk të pengon, nuk ke nevojë asnjëherë. Me vendos një plak me shrafa, me vida që ne i themi, është dhe me repunu një frakturë shumë ma mirë. Ndërsa me hek, gjithmonë mune mu paraqit komplikacione dhe nëse nuk pengon, une nuk jam thëmë prap me plot vedije. A ka rase kur pengon? Po ka, kryesisht të vajzat e reja që tentojnë me hec me shtikla, është një frakturë shpesh të qasaj që shumë a herët e përmendëm, dhe më thonë me supinacion që shpesh bjen frakturë dhe ato vinë dhe ka njëherë jonë edhe të pa. Dhe kjo se lejon me boqa zgjatjen e lirë pastaj. E zgjatjen dhe pengojnë këpucat të mbathjet dhe qajo e pengon dhe ato vinë dhe heken. Ka njëherë dëshirojnë edhe para një vjet, unë këto s'ja preferoj, mirë po nuk është e pamundshme. Nuk është e pamundur për mos vek, po nuk munden me qëndru përjetësisht. Është pak e çuditshme se kur i sheh kështu, edhe unë kur i hapëm fillim me doktorin, tash se di njëri a i nga të ndrysh një kera, një trup njërit, sepse janë gjana të cilat me të vërtet është e pa imazhminueshme me ditë që jeton me tonë për trup. Ajo që ka du me theksu për shikus tonë, një person, një pacient i cili ka një pajisje të tillë, nuk guxon me bërë rezonancë magnetike ma. Në fakt, këto implantate janë titanium që ka drejt guxojnë, sepse më herët kanë qenë materiale tjera dhe nuk kanë guxuar me bërë rezonancë magnetike. Unë du m'ja theksu teleshikuesve që do më thënë nëse ka një plak edhe pse është titanium, do më thënë është një periudhë kohore ku nuk preferohet më bëjë më tja. Kjo periudhë është minimumi 3 muaj, nuk preferohet në rastet akute, edhe pse është titanium na e lejojmë, mirë po duhet me konë eksperti aty kur bëhet. Në përvojën tem shpesh herë në emërtim kanë thirrë për me në MRI-n rezonancën që me qenë aty kur janë pacientat me plak. Po, që në qendje emergjente që duhet mu bu, sendi i parë është pyetja kur është bu. Kjo lejohet, kjo shihet, mirë po janë do defekte që ndodhin në brenda MRI-s edhe pse është titanium, këto po kom qef mja shpjegu që nëse është... Edhe për kolegë të vlen kjo. Do më dhënë që duhet me pas parasysh që mos me ndodhë që ato mikro levizjet e plakës që me më shkaktu probleme në... Intervenimet që e ka pas para pak kohë. Para pak kohë. Po du për fund, kër e telefonova doktor Arianin me qenë pjesë e emisionit Familja Jonë, tash do të flasim për frakturat, kemi mundu mi përtheku kretë pyetjet mbrenda e normales këtë shikuesve që na dërgojnë për faktura, tha shumë 45 minuta, kemi fol gati 1 orë. Kemi fol gati 1 orë. Kemi fol gati 1 orë, doktor Arian. Edhe pak sekunda bëhet 1 orë që jemi duke bisedu, edhe pat kam hala pyetje me të barë rreth frakturave, po unë përshpresoj që ti kime qenë prapë të studio e Familja Jonë, sepse si ortoped, si traumatolog, kemi shumë tema që muj me fol bashkë. Faleminderit shumë, unë ndiva qaq mirë, sa që pak e pata një fillimin si diçka që është eksperiencë e re, po du me të falenderu orën s'po kam as ide që sa shpejt shkoj, ndoshta kam bet shumë qka për pa u thonë, me shumë qef, me shumë knatësi, po du me falenderu për emisionin, është një diçka që është shumë e mirë, që ndoshta në periudhën 15 vjeçare temen atje, shumë pak kun pas mundësi, intervista mirë po jo që ti formati që jam Faleminderit, doktor Arian. Mundohemi me u përgjigj në çdo pyetje që na dërgojnë shikuesve. Unë jam ai që i delegoj pyetjet e tyre, kështu që mundu me i zgjedh pyetjet kryesore të shikuesve tonë, e me të i do të kemi prapë, do t'ju përgjigjemi edhe atyre që ju kemi përgjigj. Faleminderit shumë.
Ishte knatësi shumë, doktor Arjan. Do me thonë, të dashur miq që kemi zgjatë ma shumë se që duhet me doktor Arjanin, po që do të kemi hapësirat të tjera, ta kemi prapë në studio. Unë e di që interesimi është i madh për me marrë sa më shumë informacione, sado që janë lëndime atleta, të rënda, gjithmonë janë të rënda për neve, sidomos për familjarët, të prindrit kur fëmijët e tyre lëndohen, po do ta kemi prapë doktor Arjanin në studio dhe të flasim tema tjera. E ne do të vazhdojmë me diçka krejt tjetër, në spitalin e varësive rezonanca 3, të cilin e kemi treguar disa herë, trajtohen dhe shërohen pacientët të cilët kanë varësi nga substancat narkotike, nga alkooli, nga lorat e fatit, një vend ideal për gjithë ata të cilët kanë vendosur që të rikthehen jetës dhe mos të lënë këto varësi t'ja shkatrojnë jetën, familjen, rinin e t'ja u marrin vitet. Trajtime të shumta e hospitalizime të shumta bëhen çdo ditë atje. Me raste kemi mundësinë që disa prej pacientëve të hospitalizuar që trajtohen edhe t'i intervistojmë duke respektuar çdo herë privatësinë e tyre për të fshehur identitetin e tyre, por për të ndarë historinë e tyre. Një i ri i cili ka ndarë sot me neve historinë e tij prej fillimit kur ka filluar me lëndë narkotike deri tash kur ka vendosur të largohet nga to, është një histori shumë prekse. Mënyra se si e tregon, mënyra se si ka gjetur mbështetje nga bashkëshortja, nga fëmijët, nga prindrit, dhe vendimi i tij për të ju rikthyer jetës dhe për të qenë i lumtur pranë familjes janë shumë emocionale, por janë motivuese se si nuk duhet të shkojmë në rrugë të tillë. Do ta kemi mundësinë ta ndjekim një intervistë nga një ish përdorues i substancave narkotike i cili po trajtohet në spitalin e varësive rezonanca 3.